Kryeministri Edi Rama ka vijuar me qokat e emrimeve. Në mbledhjen e djeshme janë marrë disa vendime të rëndësishme për plotësimin e vendeve vakante në institucione. 2 ditë më parë, pamfleti denoncoi se si po mbahen peng 2 vakanca në Bankën e Shqipërisë. Në Këshillin Mbikëqyrës u mbaruan mandatet 6 anëtarëve, por 4 vakanca u plotësuan. Nga qeveria u propozuan Ervin Mete dhe Jonida Prifti, dhe nga kuvendi Selami Xhepa dhe Holta Zaçaj. Të 4 emrat janë votuar në kuvend, ndërsa 2 vakanca mbetën bosh. Dje qeveria ka propozuar emrin e tretë që është Olta Rushaj. Me këtë emrim duket se qeveria i mbyll derën Ridvan Bodes, të cilit i mbaroi mandati dhe priste një tjetër riemrim. Ndërkohë, një emër tjetër që flitej ishte Suela Popa, gruaja e Evangjel Tavos, kryebashkiaku të Vlorës. Vetë kuvendi si emër të fundit ka propozuar Matilda Sheun, pra duket se Boden dhe Popon Rama i ka lënë jashtë. Ndërkohë, Rama ka emëruar Diana Dervishin si antare të Këshillit Drejtues të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, AKEP. Ajo është bashkëshortja e Besnik Dervishit, ish deputet dhe ministër i PS-s dhe aktualisht komisioner për mbrojtjen e të dhënave personale. Për muajt tetor 2005 e deri më 21 korrik 2023, Diana Dervishi ishte në postin e lartë shtetëror, sekretare e përgjithshme e Autoritetit të Konkurrencës, emëruar me urdhër të Sali Berishës, një muaj pasi erdhi në pushtet. Më 22 korrik 2023, brenda 24 orësh pas largimit nga ajo detyrë, Diana Dervishi u emërua në kabinetin e inspektorit të lartë të drejtësisë, Artur Metani, fillimisht me detyrë këshilltare e më pas kryekëshilltare e tij. Tani është emëruar në AKEP. Po dje, Rama ka emëruar ish nënkryetaren e Bashkisë Tirana Nisa Ruseti, zëvendës ministre e punëve të brendshme.